Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me nda me ju edhe një recetë natyrale për me i ushqy pra specat, domatet, kastravecat për ndryshe tronguit, çka keni të mjedhur në bashkë. Siç po shihni, këtu i kemi këta bukuroshat për mashallah, kastravecat për ndryshe tronguit që bashkë knoqen, sidomos turshia. Në anën tjetër, deri në fund janë domatet, pra kjo boshë është të familja ime normal në Kosovë. Në anën tjetër, edhe në tonë përpara pra janë specat, sumburka që veç edhe një javë me thonë, të fillojnë me u rritë krejt në loja, që shpo duket. Në anën tjetër, rasati speca tjera, pra janë speca, sumburka. Për me ushqy mas miri edhe me rrit mas miri shëndetshme, gjithmonë janë hithrat. E ko marrë një kofe të madhe kështu, 10 litra më do këtë po, 10 litrave, edhe ko marrë hithra, një 2 duar kështu plot me hithra, i kom nuk. Shpeshifni, ku marrë ujë të vaj, pra të nxehtë prej bakallit që kena për kafe, edhe ku mbush krejt kofen. Veç një ndon, kanë lëshu mirë pra deri sa të ftohet, si kur qaj, deri sa të ftohet pra, edhe masanina, kur jë ftof, ku marrë 2 kofe, edhe ku mda 2 kofet ka gjys pra, i ku mshtu ujë të ftoft prap, edhe tash i largojna hithrat, edhe bismillah fillojna me i ujit specat. Ta që është i mirë edhe specat ju nevojitet hekur. Si kurse njerit. Hithrat janë tepër të shëndetshme për mi ushqy pra natyral specat, tomatet, kastravecat, e krejt që keni porrit, qep, qka keni të mbjedhura pra në bashkë, ushqysi ma i mirë janë hithrat. Edhe për mi stërpik pra specat për mi, edhe krejt lullet e qa keni në bashkë, kundër çdo sëmundje, bismillah, kundër çdo sëmundje, pra insekt, pa marrë parasysh a janë buba, a janë kryma, kërmi që qonë të nëryshe, gjitha pra i largon hithra, pas ka ma të shëndetshëm. Gjitha i ushqena kështë një 3 herë, 4 herë gjatë sezonës, pra vetëm me ujtë të hitrës, kur do një ushqy pra, kur gjatë tjetër. Edhe specat e fundit i ushqena pra me këtë ujnë e hithra, kështu që edhe një javë këto të gëzumet veç ja fillojnë familja ime me i konsumu. Për ju e motra të dashur tash i keni pushimet ka qershori. Edhe se dini sa është kilogrami spesa, ka unë ajo një stogut 3,5 kilogrami kushtaj kjo sumburka ka fjalla. Sepse i shohim shumë shpesh në reklama, o 6 euro, o 7 euro kilogrami, edhe pse për mendimin tim si gurbeqare, ja u kisha vu në Kosovë 500 euro kilogrami. Arsyeja pse, toka jonë e bukur, toka jonë pjellore, kap një mjellë në specat e mos në bëni një ati horë. Pëzia prej gurbeqare. Shnash pa, token pa, veç mjellën e bashkën e keni gjithmonë pra bashkën
duaj edhe ushqimin bio. Ja, kur s'punoni, rrini. Shtash ja tërgoj bashkën të familja ime, keni me po. Udhra, veç një unë në qash këtu të kësera, për mi hangër kështu të reja. E shikoni patatet që e kanë bjellër edhe kanë fillu me i konsumu patatet të reja. Në anën tjetër, e shepni tash, udhrat edhe qept. Prej se kam marrë përshim, një 7-8 udhra ndikje. I kom hangër. Qep të reja. Krejti ka ajen ma mirë, ka ma mirë se me nuk bio. Domatet, dheretja. Këto pra e kanë bjellër, nona ime, të rana me bostan. 1, 2, 3. Kur të vijo në kësmet, verës edhe isha beshta, tak. Këto kemi pjekna, deri në fund. Në anën tjetër krejt fund, misir, për ndryshe në anën e Kosovës tjera treva pra e qojnë vidim të ne misir i theme. Ta është që lëshojnë luvës edhe dhe janina gjatër. Ta mënë bostan që të knoqë. Njëren, misër, stalbat për neve kërgjina, edhe pasoj që për që s'knoqë këtë gardë, si kur së mbjeshk. Edhe në këtë anën tjetër, kastravecat e boshës, që veç mi fshi qështu me dorë, heq mi pastru me ujë. Arsyeja se janë bio të boshës, pastër pik, edhe i hanë pa tut. Jo në markete, sidomos ne gërbet, dhe motët e kemi pa që janë si me hangër bari, pa pikshije. Kështu që njeri i përshëndes për zëmërsisht, nëse provoni me ju shqyja ashtë boshën, keni me pas familje, keni me pas mundje edhe natural. Deri në recetën e radhës nga Kuzhina Neri, të thamë, miru pofshim.